Bashkia e Kukësit ka hyrë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për programin e aktiviteteve që do të zhvillohen në kuadër të 27 vjetorit të eksodit të vitit 1999. Edhe këtë vit, aktivitetet përkujtimore që do të mbahen me 16 prill në Kukës do të organizohen në bashkëpunim me shoqatën Eksod 99, drejtuesit e së cilës, të kryesuar nga Mustaf Kryeziu, janë pritur në një takim të posaçëm nga kryetari i Bashkisë Kukës Albert Halilaj. Është një ngjarje e cila është vlerësuar maksimalisht edhe nga qytetarët e Kukësit, po edhe ashtu edhe nga vëllezërit tanë kosovar, për sakrificën, për jetimin, për masakrën serbe që ka bërë ndaj kosovarëve. Banorët e Kukësit, me aq mundësi sa kanë pas, kanë mikprit vëllezërit e tyre për të mbështetur, për të kaluar atë traumën e madhe nga gjenocidi serb. Unë ju falenderoj se vit për vit jeni të angazhuar bashkë edhe me Bashkinë e Kukësit për të mbështetur këtë aktivitet i cili është i përditshëm dhe edhe këtë vit jemi të angazhuar si bashki së bashku me ju për të bërë organizimin e eksodit 99. Ju falenderojmë për mikpritjen jo të sodit, për në ditët dhe rrethanat më të rënda dhe më të vështira që përjetoi populli jonë. Por tem falënderim, është e vërtetë që vllau për vllaun nuk ka falënderim, po ka dhe obligim moral, njerëzor, shoqëror për ju të kalut dhe gjitha kupit e imagjinatës. Dhe jo rastësisht që Kukësi në atë kohë u nominu për çmimin Nobel dhe shkoi deri në finale, por realisht e ka merituar se ka qenë shembull për të rruzullin toksor. Jem si përjetues dhe betum për asaj kohe që ato ngjarje tragjike dhe ato prandjekje biblike që ti përkujtojmë, që lindi gjatë luftës në iniciativën e pjesët e intelektualëve Mundë Zërs dhe që 27 vite në radhazi kemi marrë iniciativën që nga viti i parë deri ditën e sotme nuk kemi dalë që këto ditë të rënda dhe të vështira t'i përkujtojmë dhe të mbesim të shënuar me historinë e popullit tonë. Në ditën e manifestimit, grupe qytetarësh të organizuar, por edhe pjesëmarrës në mënyrë spontane, udhtojnë nga Mitrovica drejt Kukësit, duke rikthyer simbolikisht në kujtesë rrugtimin e dhimbshëm të eksodit të vitit 1999.